Kryeministri Edi Rama është vlerësuar me medalje nderi nga presidenti i Izraelit Isaac Herzog. Medalja ju dha në një ceremoni të posaçme në rezidencën presidenciale në Jeruzalem. Gjatë fjalës së tij theksoi se medalja është një nder që e merr në emër të gjithë popullit shqiptar, për mbështetjen që tregojnë ndaj hebrejve në periudhën më të errët të tyre. E marr në emër të Shqipërisë, në emër të popullit shqiptar mbi të gjitha, në emër të gjithë shqiptarëve muslimanë krishterë, të cilët vunë veten e jetët në rrezik gjatë orëve më të errta të historisë moderne dhe e kthyen vendin tim në të vetmin vend në Europë që e mbylli luftën e dytë botërore me më shumë hebrejnë se sa në fillimin e saj. Duke u ndalur dhe tek lufta në Gaza, Rama theksoi se Shqipëria mbështet zgjidhjen me dy shtete, por argumentoi se zgjidhja nuk mund të vijë me Hamasin fitues. Shqipëria ka qenë gjithmonë mbështetëse e zgjidhjes me dy shtete, por në këndvështrimin tim e në këndvështrimin ton nuk ka zgjidhje me Hamasin aty dhe ndryshe nga që janë përpjekur të tjerët të thonë, Hamasi nuk është lëvizje rezistence, Hamasi janë nazistët e shekullit të ri. Nga ana e tij, presidenti Herzog theksoi virtytet e mira të popullit shqiptar. Populli shqiptar ishte një simbol nderi dhe kuraje, me kurajat a ju dhanë sëre grave burrave hebrenj, të cilët aratiseshin nga pjesë të tjera të Europës, dhe duke bërë këtë, ndihmuan në mbrojtjen dhe ruajtjen e njerëzimit përballë krimeve më të mëdha midis qenieve njerëzore. Fluturimi i ri drejt për drejt midis Tiranës dhe Tel Avivit sipas dy zyrtarëve të lartë, po thjeshton shumë udhëtimin dhe po ndihmon shkëmbimin e drejt për drejt.